narkoqeveria e kreut të organizatës kriminale Edi Ramës nuk u mjaftua në shpërndarjen e 76 milion euro për 100 euro për pensionist në total 48% votuesve për blerjen e votës, me dhurimin e 200 milion euro gjoba dhe kamata 2 ditë para zgjedhjeve, nuk u mjaftua me firmosjen e 10.000 lejeve të ndërtimit, lejeve të legalizimit, certifikatave të pronësisë, me përdorim në 10.000 automjeteve të gjitha të shtetit dhe pasi lidhje me fushatat elektorale, nuk u mjaftua me punësimin e mbi 10.000 punojësve për votë në qeverisjen vendore dhe në qeverisjen lokale dhe qendrore, por ajo kaloi direkt dhe në blerje vote duke shpërnda fshehtas para për zgjedhësit shqiptar. Natyrisht, shpërndarja e fshehtë e parave është vështirë të kapet, sepse ata që kryejnë të krim elektoral bëjnë çdo gjë që të fshihen gjurmë të tij dhe të mos dalë. Megjithatë, kamerat e qytetarëve syçelt kanë filmuar momentin kriminal të ndarjes parave për vota. Dhe kjo jo të themi pas dajtit apo në Mokër, apo në Tropoj, apo në zonat më të largëta. Jo, kjo në Tiranë, në Babru, dhe urdhoni videon që do u paraqes sot para jush. Parat largohen me parandor guximtare, qytetare guximtare. Kjo ndoshta ata janë disa, kjo i filmon dhe u bën të ditur se kjo po i ndjek, po i gjurmon. Jo, këta janë shofer, ky është shofer i makinave, njëri prej tyre. Se janë të identifikuar dhe me çdo gjë.